Hoxh, kam dëgjuar që mëkatet në vetmi I shlyejnë veprat e mira në ditën e gjykimit. Të lutem, a është e vërtetë? Kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam. Pra kjo gjë. Prandaj robit duhet ketë kujdes nga mëkatet, qofshin ato hapurazi apo fshehurazi. Dhe nëse njeriu pra veçohet dhe bën mëkate, kjo tregon që ka dobësi në besimin në Zotin e Gjithësisë. Sepse një besimtar duhet ta ketë parasysh që Allahu I lartësuar e mbikëqyr kudo që të jetë. Pra kudo që të jetë besimtari, njeriu, Zoti I Gjithësisë e mbikëqyr. Dhe besimtari duhet atë që shfaq ta ketë edhe mbrëmendësi. Pra jo me u heq para tjetrit, sigur ti nuk vjedh, nuk mashtron, e mshehtësi, vjedh dhe mashtron. Jo me u heq para tjetrit, sigur ti je I devotshëm e tjerë, e fshehurazi, pra bën zezat, jo. Besimtari duhet mundohet të jetë një. Dhe nëse ka mëkatuar mshehtësi, apo ka mëkatuar hapurazi, të pendohet, të reflektojnë. Porta e pendimit përderisa jeton, është e hapur. Përderisa ti merr frym, jeton, hecën, porta e pendimit është e hapur. Kështu që pendohu tek Zoti I Gjithësisë dhe dije që Allahu I lartësuar I do ata që pendohen. Ndodh që ke gabuar, në fshehtësi ke gabuar, ke bërë një mëkat, pendohu tek Allahu I lartësuar. Se Zoti I Gjithësisë I do ata që pendohen. Kështu na tregon Zoti në Kur'an. Që I do, pra kuptohet prej ajetit që I do ata që pendohen. Andaj, pendohu tek Zoti I Gjithësisë, shpreso tek Allahu I lartësuar. Pastaj të keqen që ke bërë, pasoje me të mirë. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, të mirat I heqin të këqijat. Kështu që vepro vepra të mira dhe shpreso tek Zoti I Gjithësisë.